Down syndrom. Edhe kam përshtimin Teuta e ka gjithashtu edhe një prind aty, edhe e diskuton këtë temë. Teuta, po ta kalojmë linjen, mirëmëngjesi, Të përshëndesim Teuta. Si që përmendet, do të flasim për shoqaten Hey Kosovë edhe sa iniciativë kjo nga Sindrom Down Kosova, e cila ka për qëllim sigurimin e shërbimeve terapeutike për fëmijët me Sindrom Down. Do të flasim me Riada Stanovcin nga kjo shoqat, po ashtu do të flasim edhe me një prind, Blerina Rugova Gaqa. Përshëndetje, mirë se erdhet. Përshëndetje. Faleminderit. Atëherë do të fillojmë prej motos Hey Kosovë edhe sa. Cili është qëllimi i kësaj motoje? Po, atëherë Teuta, qëllimi i kësaj motoje është që jemi drejtu të Kosova dhe kemi pyet edhe sa. Edhe sa qytetarët e Kosovës me sindromin Down do të levojnë edhe duhet të avokojnë për të drejtat e tyre bazike. Edhe sa do të arrihet një mbështetje e nevojshme institucionale. Ky është realisht qëllimi i motës këtij 21 marse. Do të ketë për këtë 21 mars edhe shumë aktivitete tjera, të cilat do të jenë të gjitha thujase me qëllim në ngritjen e fondeve dhe stabilitetin financiar të organizatës. Atëherë Blerina, po kalojmë te ju jeni edhe prind, do të keni edhe djalin këtu në këtë shoqat, po flasim pak a shumë për shërbimet këtu. Po, sa janë të nevojshme, normalisht që janë mirë, po a janë nevojshme një herë në javë apo edhe më shumë? Për mua si nane një fëmije me sindromin Down, më thonë shërbime terapeutike që ofrohen në shoqat janë mëset nevojshme, qoftë shërbimet logopedike, ergoterapeutike, por nëse ato ofrohen tani, me thonë 2 herë në javë, nevoja nga terapistët është që të ofrohen dikun 4 herë apo 5 herë në javë, dhe mungesa e fondeve dhe mbështetjeve nga institucionale ndikon, me thonë, në minimizimin e ofrimit të këtyre shërbimeve. Kuptohet se ato janë të rëndësishme për zhvillimin sa më të mirë, me thonë, të fëmijëve me nevoja të veçanta, në këtë rast të fëmijëve me sindromin Down. Por me gjitha të, me thonë, vazhdimësi, shoqata Down Syndrom Kosova, vazhdimisht, me thonë, ka ofruar përkraje, jo vetëm në aspektin e terapisë, por edhe në aspektet të tjera, me thonë, të socializimit, të ndihmës, të këshillave në format të ndryshme, dhe për ne është një shtëpi e dytë, me thonë, ku drejtohemi dhe referohemi sa herë që kemi nevojë. Si e keni pritur ju si prind do të thotë fshaten Hey Kosovë dhe sa? Po tashme janë disa vite në cilat unë si prind kam qenë pjesë bashkarisht, me thonë, me stafin e fushatave të tilla. Kujtoj fushatën një top për ty, apo topi është ti, topi është e shteti, ose thirrja e këtij vitit, me thonë, Hey Kosovë, sepse synon vetëdijsimin e të tjerëve për rëndësinë që ka mbështetja e kësaj shoqate, mbështetja e fëmijëve me sindromin Down. Sepse kuptohet që për ndryshet nga fëmijët tipik, natyra nuk ka qenë aq bujare te fëmijët me sindromin Down apo te fëmijët me nevoja të veçanta, prandaj nevojitet të ndihmë, asistencë, shtesë, qoftë në edukimin e fëmijëve, për shembull, unë tani kam djalin në klasën e parë dhe ai ka nevojë për asistenca të ndryshme në mënyrë që të ndjek një rrjedhë normale të shkollimit, edukimit, apo për fëmijë tjerë, qytetarë tjerë, të cilët janë të rritur dhe kanë nevojë për ndihmë në një mirëqenie të punësimit, të shëndetësisë apo të fushave të tjera. Së fundmi, keni hapur, do të thotë, apo keni bërë një marrëveshje me Telekomin e Kosovës sa i përket mesazheve që mund të dërgojnë, dhe pagesa është shumë e ulët, ndoshta për të gjithë të interesuarit apo qytetarët të cilët shprehin vullnetin apo dëshirën për të dërguar një mesazh prej €1. Po, me 3 mars është lansu në thonë si rrjedhoi bashkëpunimit me Valën, me 3 mars është lansu numri i ri, numri 55-55-0, ku në atë numër gjithë qytetarët e Kosovës mund të ofrojnë kontributin e tyre për organizatën tonë, një SMS kushton €1, mjafton që të dërgohet në atë numër me tekstin me zemër dhe kthehet mesazhi Down Syndrom Kosova ju falenderon për kontributin tuaj. Çmimi €1 kemi dashur të qeni përshtatshëm për të gjithë, edhe thjesht me që po themi Hey Kosovë dhe sa, qytetarët dhe qytetarët janë pjesë e Kosovës, po u drejtohemi gjithëve, mirë po u drejtohemi kryesisht institucioneve vendore me idenë dhe duke ju tregu që nuk jemi duke kërku diçka që nuk ta kanë, jemi duke kërku një të drejtë që është e drejtë e garantuar me kushtetutë dhe me legje dhe për personat dhe për qytetarët e Kosovës me sindromin Down.
A mendoni se janë të mjaftueshme shuma apo mjetët e grumbulluara prej këtyre mesazheve, ndoshta deri më tani nëse keni informacion, kanë shprehur dëshirën apo kanë dërguar mesazhe? Sado që qytetarët kanë shpreh dëshirën, sado që prapë shkojmë aktivitete, qoftë si me një SMS, qoftë me aktivitetin e kartolinave, nuk mund të jenë të mjaftueshme për një stabilitet financiar ndoshta për gjatë gjithë vitit në organizat. Ashtu siç e tha Blerina, kemi raste kur anëtarët kanë nevojë të frekuentojnë më shpesh shërbimet, mirë për shkak të kapacitetit të stafit, për shkak të kapacitetit të fondeve, është e pamundur që një anëtar të vijojë çdo ditë seanca terapeutike. Kjo është arsyeja që po drejtohemi te Kosova. Kjo është arsyeja që po udhtojmë institucioneve vendore që në nevojitet stabilitet financiar gjatë gjithë kohës. Aktivitetet të tilla si aktiviteti me një SMS normal ndihmojnë shumë në gjenerimin e të ardhurave për organizatën, mirë po nuk mund të themi se do të janë të mjaftueshme për gjatë gjithë vitit. E dim që janë shumë të rëndësishme shërbimet të cilat ofrohen këto, mirë po padyshim që edhe fëmijët kënaqen kur socializohen, po ashtu edhe marrin shërbime nga specialistët e qendrës shoqatës. Po, sigurisht, me thënë, ditët e caktuara kur Teo, për shembull, dhe atjali vjen në shoqat, vjen me gëzim, sepse i ofrohet diçka tjetër, i ofrohet diçka cila nuk mund t'i ofrohet në shkollë, për shembull, në shtëpi, mënyra se si mbahen, me thënë, format që përdoren në terapi, mjetet e ndryshme që përdoren gjatë seancave terapeutike, por është e rëndësishme, me thënë, që këto të rriten këto shërbime dhe në këtë fund po e shfrytëzoj rastin, me thënë, këto që t'i bëj thirrje, qoftë institucioneve të Kosovës, qoftë bizneseve të ndryshme, individëve të ndryshëm, pra të gjithë ata që mund të kontribuojnë, jo vetëm gjatë muajit mars apo gjatë 21 mars, kur është data e shënimit dita ndërkombëtare e sindromit Down, por në vazhdimsi t'i përkrajnë shoqatat që mbështesin, me thonë, personat, fëmijët, qytetarët me nevojat veçanta në përgjithësi dhe me sindromin Down në veçanti, sepse është e vetmja dera apo e vetmja mënyrë për të mbështetur dikë që ka nevojë më shumë se sa një tjetër. Patyshim se po. Atëherë, sindrom Down Kosova, përveç kësaj janë edhe disa pika të tjera, të cilat kryen po ashtu shërbimet të tjera, shërbimet e njëjta, po në përqendrat e tjera. Po, Down sindrom Kosova ka edhe 5, domethënë në përgjithësi në gjithë Kosovën jemi me 5 qendra. Jemi në Prishtinë, Ferizaj, Mitrovic, Prizren, tash së fundmi edhe në Gjilan. Dhe shënon në të 5 qendrat jemi rreth 55 persona staf, shihet që është një numër i konsiderueshëm i stafit dhe për sigurimin e pagave, për sigurimin e gjithave, pra nevojitet ai stabiliteti i fondeve. Çka vlen edhe është shumë e rëndësishme me cekë dhe me përçutje qytetarit është se në organizatën tonë ofrohen të gjitha shërbimet pa pagesë. Pra çdo shërbim për personat me sindromin Down ofrohet pa pagesë. Kjo është arsyeja që po tentojmë të kohën, edhe kjo është arsyeja pse 21 marsi i këtij viti dhe pse komplet fushata e këtij viti do të jetë me tendencë në ngritjen e fondeve. E përmendet ju si prind që është një herë në javë shërbimet të cilat ofrohen këtu, e përmendet që është mirë të jenë ndoshta edhe 4, mirë po një orë shërbim, a është mjaftueshme? Apo kishte me qenë arsyeshme të konkretisht, për shembull, Teo merr 4 shërbime realisht, në javë 2 shërbime, 2 orë shërbime terapeutike te logopedi i shoqatës dhe 2 orë shërbime te ergoterapeuti i shoqatës. Por nevoja, për shembull, në planin individual të Teo, së shprehet nevoja për një zhvillim sa më të mirë për shërbime 4 herë prej se cilës terapi, me thonë 2 fishimi këtyre shërbimeve, në mënyrë që t'i ndihmoj të zhvillimin e të folurit dhe zhvillimin zhvillimin personal, me thonë, të nevojave të ndryshme. Sigurisht që është nevojshme, ne si prind, me thonë, kemi nevojë jo vetëm ne, por të gjithë, po flas në këtë rast, sepse dikush mund ndjekë edhe shërbim, t'i ofroj fëmijës vetë edhe shërbime të tjera, por në përgjithësi, me thonë, mbështetja kryesore e fëmijëve me sindromin Down mbetet tek shoqata Down sindrom Kosova. Përmendim këtë faktin që ka edhe një listë pritje të fëmijëve të cilët nuk mund të marrin shërbime për shkak të mungesës së këtij anës financiare. Ne tentojmë çdo herë që me qenë sa më korrekt dhe me evitu maksimalisht listën e pritjes.
mirë po të bazu të fakti që në databazat e Down Syndrom Kosovës në të 5 qendrat shënojnë rreth 1000 persona anëtarë me sindromin Down, mirë po I kemi 300 përfitues aktiv në të 5 qendrat. Siç e tha edhe Blerina, kemi listën e pritjes. Mirë po maksimalisht tentojmë që asnjë prej anëtarëve tonë që drejtohet në organizat të mos qëndrojë gjatë të ajo listë, po të më ofrohet mundësia që të ofrohet një shërbim. Mirë po gjitha këto po lidhen me kosto, gjitha këto po lidhen me fondet, kështu që këto janë arsyet edhe këto janë kërkesat që janë kërkesat bazike për personat me sindromin Down. Dhe po besoj sigurisht ndoshta mundeni edhe t'ja dilni, pasi që tash edhe me 21 është dita botërore e sindrom Down. Po edhe po besoj që edhe të gjithë qytetarët e vullnetit e mirë, apo edhe bizneset, apo institucionet mund të ju ndihmojnë dhe t'ju japin përkraje. Po flasim pak a shumë edhe për kartolinat të cilat punuan, janë një aktivitet ndoshta edhe relaksues, po ashtu edhe që kanë karakter shitje. Ne aktualisht jemi në punëtërinë e kartolinave në organizatën Down Syndrom Kosova. Siç e thatë edhe ju, janë edhe relaksuese për anëtarët, mirë po është një aktivitet shumë I pëlqyer sa I përket punës e kartolinave. Vlen me cek që në punëtërinë e kartolinave punojnë vetë personat me sindromin Down. Me thonë janë ata që vetë po ndihmojnë në gjenerimin e të ardhurave për organizatën e tyre. Normal bashkarisht me stafin, bashkarisht me shumë shpesh I kemi në ndihmë edhe prindrit, vullnetarë që gjithë mobilizohemi për të arritë me punu sa më shumë kartolina. Me shitjen e tyre kemi gjenerohen fonde për DSK-n. Këtë vit, sikurse vitet tash e 4 vite e kemi aktivitetin një kartolin për ty, I cili shënon fillimin e fushatës së 21 marsit. Aktiviteti është asisoj që kemi bo në bashkëpunim me Mashtin, është mundësu që me bo shitjen e kartolinave në shkolla, kopshte, shkolla fillore, shkollat mesme dhe në institucionet të tjera. Kemi pas një interesim të shumë të mirë prej nxënësave, e kemi target grupin shumë të mirë të vlerësve, kështu që po shpresojmë që kemi me mri edhe thjesht në një formë me eduku edhe shoqërinë dhe me ju tregu që personat me sindromin Down nëse marrin mbështetjen e duhur e tregojnë potencialin e tyre. Shprehin interesim qytetarët apo? Po, patjetër. Po, patjetër. Edhe kjo është e mirë edhe për juve, mirë po është e mirë po ashtu edhe për fëmijët të cilët I punojnë këto vazhdimisht këto. Po, realisht në punëtërinë e kartolinave I kemi të angazhuar të rritërit, grup moshat mbi moshën 16 vjeçare. Janë ato kartolinat atje? Janë shumica e kartolinë, gjitha këto që I sheni, janë të punuara nga stafi, po tash bashkarisht me personat me sindromin Down. Po ndalemi pak edhe të punësimi, përmendem edhe për grup moshat, mirë po, kishte me qenë shumë arsyeshme që personat të cilët kanë mundësi t'i marrin të punojnë, jo vetëm bizneset private, por edhe institucionet shtetërore. Realisht, punësimi personave me sindromin Down është e drejtë që ligji e garanton. Nuk është që po kërkojmë diçka jashtë ligjit, është diçka që ligji thotë se çdo biznes, kompani që ka në kompaninë e tij 50 persona staf, personi në më thënë anëtarje se personi 51 duhet të jetë një person me aftësi të kufizuar në përgjithësi. Në këtë rast ne pëllëvojmë për personat me sindromin Down. Fatkeqësisht në krejt Kosovën e kemi deri tani vetëm një anëtar të punësuar në një institucion shtetëror, gjitha tjera janë biznese private. Bizneset private janë ato që I japin dyert më shumë mirë, po, dhe edhe kjo është një mundësi, një kontribut për komunitetin e personave me sindromin Down. Punësimi I tyre jepja duke u dhënë hapësirën e mjaftueshme edhe në biznese dhe duke u mundësu me tregu potencialin e tyre në fusha të ndryshme. Mirë. Atëherë unë ju falenderoj shumë për kohën, falenderit për informacione, shpresoj që një intervistë do të ndikon të gjithë njerëzit e vullnetit e mirë, po ashtu edhe të institucionet e vendit, që kjo shoqat të ketë përkrahje dhe ju si staf të keni po ashtu edhe paga të rregullta, të keni vullnetin për të punuar. Faleminderit shumë juve të uta, hapësira të tilla dhe mundësitë të tilla për ne janë shumë mirëseardhëra. Falenderit shumë, është të shtoj në fund se është e rëndësishme thonë ngritja e vetdijes për personat me aftësi të kufizuar dhe në këtë rast për fëmijët personat me Down syndrom. Megjithëse ka pas një progres të mirë dekadën e fundit, është nevojshme akoma që ngritet më shumë vetdia sociale ndaj këtyre personave, që të mos konsiderohen si komunitet I veçuar, por si një me të tjerët. Ju falenderit. Edhe për juve. Suksese. Atëherë ndoqet pra intervistën sa I përket shoqatës Down Syndrom Kosova dhe fushatës Hey Kosovë edhe sa.
Faleminderit Teuta, faleminderit shumë për këtë intervistë që përcolle në Mirëmëngjesi Kosovë. Mirë, sigurisht e falenderojmë Teutën edhe porojnë që